të ngritur zërin. Po është edhe çështja e besimit, që në shoqërinë tonë nuk kemi shumë besim te institucionet. Dhe në momentin që ata e shohin që janë një grup njerëzish të interesuar për një çështje, ndjen dhe më të fuqishëm, sepse nuk ndjen vetëm përballë qoftë përballë një institucioni, qoftë ose thjesht përballë një çështje shumë të thjeshtë. Kështu që kjo na ka rezultuar e suksesshme, se krijohet ai shpirti i grupit. Atëherë për aktivitetin sot kemi 5 gazetarë shumë të njohur. Për çfarë vjen ata dhe çfarë do u dëgjojnë qytetarët, si mendoni? Në fakt ideja është që ne pjesëmarrësit i kemi lënë të lirë të pyesin për çfarë do që ata duan të dinë. Mund të ketë pjesëmarrës të cilët janë të interesuar vetëm në aspektin profesional, mund të ketë qytetarë që janë të interesuar vetëm për çështje specifike, që për shembull gazetarja Klodiana Lala e ka investiguar dhe ata duan të dinë më shumë. Do të thënë, a kjo ne e kemi lënë të lirë vetë pjesëmarrësve të pyesin për çfarë do gjëje që ato duan të dinë, po pavarësisht sigurisht janë pyetje etike dhe që qëndrojnë brenda kornizave, jo pyetje personale, se gazetarët nuk e kanë për detyrë na kthejnë përgjigje për pyetje personale, por për çështjet profesionale, për zhvillimet. Ne kemi edhe gazetar politik, Estion Ekonomi dhe Isai, që në këtë vorbullën tonë politike që çdo ditë ndodh ndonjë gjë, janë gjithmonë prezent në ngjarje. Është Marin Mema, është Lorin Kadiu që ka Citizen Channel, që ka krijuar me të vërtetë nga këto media të OJF që ne kemi, ka krijuar një profil të vetin që gjithë e njohin dhe janë njësh me komunitetin, janë gjithmonë ata që raportojnë edhe në momentin ku mediat kombëtare nuk e bëjnë. Kështu që kjo varet pastaj është nduar te pjesëmarrësve, zgjedhja e tyre. Atëherë shoku thonë diçka për burgun e Spaçit. Si organizimi juaj? Atëherë e vetmja gjë që mund të them është ja dolëm të merrnim ca dëshmi, të cilat fatkeqësisht një pjesë e personave që na e kanë dhënë kanë humbur dhe jetën, por zëri i tyre tashmë është histori. Sigurisht kjo ka ndodhur me mbështetjen e Bashkimit Evropian, me EU for Culture, se normalisht ata kanë fonde, pa fonde ti nuk bën dot gjë, pavarësisht se atë mira mund të jetë një ide. Kjo. Atëherë keni një mesazh për publikun? Me thënë të drejtën, nuk mendoj se jam personi i duhur që mund t'japi mesazh, por ajo që unë mendoj që çdo kush mund ta ndërmarrë si iniciativë vetën është të mos kemi frikë. Sepse frika na mban të pa angazhuar në shoqëri, dhe një shoqëri që nuk ka angazhim nuk mund të ketë as të drejtën të kërkojë llogari institucioneve. Në momentin që ti nuk flet, askush nuk mund ta di sa persona mendojnë njësoj si ty, apo a mund t'ja dalësh apo